sot jemi dona unë e mora mikrofoni. Po, ti qef me foli pari. Edhe pse e veshur jo për tenis, po që ardhë me vizitu njërën për fushave tenisit këto afer Prishtinës, edhe kjo që po lujmë në agroni, u ki lava, jo me i s'ka frim, mirë mrama dhe mirë se ardhët në emisionin tonë mirë mrama Prishtinë. Pra kuptu se cila është tema kryesore në emisionin tonë sot, në është fushat e tenisit Prishtinë. Sa janë, sa shfrytëzohen edhe sa ka nevojë për to. Kjo është njëna për fushave si shtë edhe dona, është në periferit Prishtinës. Është edhe fusha tjetër që është në lagjën Bregu Gjellit, në të cilën ka shumë njerëz të interesuar, edhe në cilën luajnë njerëz edhe profesionalisht. Po, kjo fush është qysh po mundeni me pa edhe vetë, kur të bëni krahasimin me fushën tjetër, është shumë më e mirë, është e shtrume për menaj edhe krejt sendet adekuate, ko kanë këtu. Shumë mirë, pra rini me emisionin tonë se keni me pa shumë sene interesante. Por veç kësaj, ta paralajmërojmë edhe pjesën tjetër të emisionit, do të kemi diçka edhe për ansamblin kombëtar të këngëve dhe vallave shota. Ata me 17 këtij muaji do të shkojnë në një festival folklorit që do të bëhet në Zvicër. Pra kjo është ajo që do të mund ta shihni sonte në emisionin Mirë Mbrëma Prishtinë. Tash jemi në terrenet e vetme të tenisit që janë Prishtinë, këtu në Bregun e Diellit, në lagjen e Bregu Diellit. Edhe ka shumë entuziastë që po ushtrojnë prapa nesh, po ne do t'i kthehemi këtij terreni pak më vonë. Do të bisedojmë tash me Gzim Mehmetin, një entuziast i tenisit, një entuziast që e don shumë tenisin, apo jo Gzim? Tenisi për ne është sporti më i mirë. Ne po largohemi prej këtij terreni qëllimisht, sepse para shumë vjetësh që keni filluar të improvizoni, domethënë keni improvisuar një terren këtu pak më poshtë se ku është tash këtu momentalisht. Këtu në vitin 90 me disa shokë gjithashtu entuziastë kemi kërku leje prej drejtorit atëhershëm të shkollës Ismail Qemali dhe se na lejun edhe fillum të merremi me tenis. Do i kisha përmend ata: Shkelzen Domi, Fatos Berisha, Luan Osmani, Kelmen Rizvanolli, edhe unë në mesin e tyne. Edhe pse ju pëlqente tenisi atë kohë, pse s'u merrshim me ndaj sport tjetër që kanë qenë fushat e gatshme për shembull? Faktikisht na jemi marrë edhe me sporte tjera, më shumë rekreativisht, mirë po gjithë kemi pas dëshirë të merremi me atë sporte. Në atë kohë ka qenë pak më i shtrejt, edhe më i pakapshëm për ne, mirë po entuziazmi dhe ja arritëm që të merremi me tenis. E tasha mirën ende me tenis? Po, mirëm, une faktikisht edhe moshatarët e mi marim pjesë edhe në garat të seniorëve edhe veteranëve që nuk po vjen mirë. Ja edhe ky kolegu që ka qenë entuziasti tjetër. Çfarë bashkëpunimi keni, do me thonë ju keni fillu për këtu i ta jeni tash aty në renda? Entuziazmin jo tonin po dhe të vetin, kanë pas edhe antarë të klubit tjetër Prishtina, edhe angazhimi tyne i madh e ka sjell që të arrijmë në këto dy terrene të rrethuara, tani po rregullohet edhe ndryshimi. Deri në vitet e 90-ta kur ju nuk e keni ndërtu këtë terren tenisit, domethënë, a jeni marrë profesionalisht me tenis? Jo, aty ka qenë fillimi i tenisit në këtë lagje, me thonë. A është drejt interesimit, domethënë, pasi që keni filluar ju 6 shokë me lujt? A ka pas atje që kur ju kanë pas që ata me lujt me juve? Interesimi ka qenë shumë i madh, dhe se ka qenë interesante në këto shkollë u bënin në rreth 30 fëmijë edhe të cilët pritëshin rend për të me marrë një reket edhe me bërë një lojë tenis. Qka? Reketet a keni pas profesional dhe më thona kanë qenë? Reketat kanë qenë ma thjeshtë që kanë mujtë me egzistu për neve në atë kohë, se pas një vitit gjithë jemi bërë me pajisje pak ma të mirë. Larga asaj profesionale për ma e mirë. E tash qa po ndodhë këto ditë, konkretisht me tenisin, që tash ju edhe tenisi? Po, tenisi i Kosovës fatmirësisht mund të shkoj vetëm për para. Në
vitin e kalum, falë angazhimit të federatës, i kemi 7 trener të licencum, dhe se ata do të punojnë me fëmijë edhe ajo është shaj që tenisi do të shkojë veç për para. Kjo fushë si duket ju ja ka drejtu edhe rrugën domethënë për me marrë shumë ma profesionalisht me tenis, tash jeni kryetari i klubit tenisi Dielli këtu në Prishtinë. Po, në Kosovë janë 9 klube, unë jam kryetari i njërit prej tyre Dielli, është klubi i dytë në Prishtinë, faktikisht jemi të tretit në Kosovë, edhe shpresojmë do të kemi gjithmonë rezultate më të mira e më të mira. E kanë shumë atletë ata që tash dojnë tenisin me u marrë me këtë sport, se ju që keni pas para 13 vjetë. Unë do i rekomandoja prindve që fëmijët të shtinë të miren me tenis, jo për reklam apo diçka tjetër, mirë po është shumë sport i shëndetshëm dhe e zhvillon trupin, formohen njerëz të shëndosh duke u marrë me tenis. Ne dëshojmë që edhe klubi ju t'i ketë terrene tillë ndoshta edhe më të mira, shumë Prishtinë këtu dhe t'i keni të na fushat adekuate. Ne shpresojmë se organet komunale do na dalin në ndihmë, sepse së shpejti do shkojmë me një kërkesë që të marrim ndonjë lokacion për ndërtimin e fushave, e ajo do të varet prej tyre. Që pra tash erdhëm në fushën e vetme të tenisit, që po funksionon, sot i kanë qitë reflektorat, kam fillu me qitë, edhe jena me Arben Islamin, trajnerin, po jo tash në studio, po këtu ku e nina i vetën ma mira, po Arben? Po vallaj, pas mirë ti. Tash na i kam jenë pshef ty neve. Jo, çfarë? Jo më mirë në qasë. Inshallah nuk kena me pësu lëndime gjatë kësaj interviste. Arben, qysh je mas pari, tregona? Shumë mirë. Jena të gëzum se ma në fund po i qesim këto drita që i kemi prit që 10 vjetë edhe ka ardhur koha që ma në fund mi gëzu edhe na. I kena përfundu një anë, tash edhe ana tjetër na ka met për nesër edhe kismet mas nesër kena mujt me lujt në dy fusha. A po gëzohesh me demek? Jo, ti po gëzohesh. Po faleminderit e to. Arben, pse nuk ka më shumë fusha të tilla në Prishtinë? Pse është kjo vetëm një fushë? Ai qysh, njerëz se kanë pas atë euforinë me bosh para shpejt. Edhe kanë qel pumpat benzinës, shumë që sa pumpat benzinës janë këtu në Kosovë. Edhe mas sa vjetëve e ka qel një fushë sportive një kolegi yni me thonë, në Ajvali, edhe ka një biznismen tjerë që ai ka punë shumë, edhe ka fillu një farë entuziazmi nga ana qëtëne qytetarëve që mi bo terrenet sportive, kanë fillu një 4-5 deri tash. Rreth Prishtinës, që unë i përshëndes që atë iniciativë shumë mirë është, besoj që vitin tjetër kina me pas 10 herë ma shumë. Edhe unë i përshëndes edhe i inkurajoj gjithë. Po përveç fushave, domethënë këto fusha bëhen për qëllime komerciale më tepër, jo domethënë për rrit masivitetin e tenisit, domethënë. Qashtu, edhe unë mendoj se është ma shumë për qëllime komerciale. Na këtu punojmë që sa vjetë, nuk ka qenë komercializimi ajo që kemi punu mas shumë të kena punu me rini, me fëmijë që pra qëllimi jonë është masivizimi. Dikur 240 lojtarë ushtrojnë në këto dy terrene, para menoni ti kishim pas 8-10 si në Shkup, që janë 6 klube tenisit,
me diku rreth 50 terrene. Edhe ky terren është i mirë, i plotson gjitha kushtet për me qenë Ashtu me- terren tenisi. Dimensione, po, me dimensione, me rrethoj, mirë po kjo baza nuk është që ajo e mirë filta që i plotson kushtet, brenda disa jave pritet që të shtrohet goma e tartani që është, edhe një shtresë asfalt, edhe atëherë mund të themi se mund të luajmë tenis në fusha mirëfillta. A keni pasë ndihma për çto drita e për krejt çto? Po. Edhe herën e kalume kur kemi qenë në studio, Po. kena fol për çto, do me thonë e keni mri. Po, janë disa individ që na ndihmojnë këtu, kohë mas kohe, janë disa entuziastë tenisit. Mas shumë të janë ata persona që luajnë tenis vetë. Për shembull që kom thonë edhe atëherë Rino Arnishi që na ka ndihmu, edhe një pjesë të kësaj shume që i kemi bë këto dritat kanë ardhur nga ai. Mani janë disa biznesmen këtu, si ky zotnia këtu, edhe ai na ka ndihmu shumë. Është i firmës Engineering Office, ai na ndihmon shumë edhe është entuziast i madh i tenisit, mendon edhe ai që të qel disa terrene që edhe ne të luajmë aty, të arrisim numrin e lojtarëve. Ari Holkeri administratori i ri, krye administratori jon, ish adhurues si sporti, kështu kom dëgjuar, tash do të ndihmoj më shumë gjithë Do aspektet. tenisit? Gjitha sportet. Inshallah tenisin. Tash që i përmendem edhe që ato fusha tjera tenisit, apo ta merr mendja që kanë mjanis njerëzit me ardhë ma pak këtu. Përkundrazi, më shumë ja kanë nisë me ardhë. Shumë më shumë kanë ardhur me lujt tenis këto 2 muajt e fundit për se janë qelë qëto terrene jashtë Prishtinës. Pra më shumë ka punë se qelen më shumë terrene se nëse është vetëm kjo. Se ashtu popularizohet edhe njerëz e provojnë atë vend, vinë këtu edhe nuk ka qëllim jon që të fitojnë, po më shumë është që të masivizohet. Na gëzon kur vinë shumë lojtarë dhe interesohen. Këtu edhe kanë mundësi njerëzit me ardhë dhe mu trajnu, taman. Po, kjo është shkolla e vetme e tenisit në Prishtinë. Janë 4 trajnerë të licencuar dhe këtu mundin me fitu disa njohuri shumë të mira profesionale në tenis. Për ata edhe vinë më shumë fëmijë që të mësojnë sa i përket lojës që mu dëfry, atëherë shkojnë për këto terrene tjera që janë jashtë Prishtinës. Ky terren a mund të luajnë edhe njerëz që nuk merren profesionalisht në tenis, për shembull ata që e kanë hobi. Po, na i kemi instalu këto drita edhe për një arsye, që sa më shumë vinë njerëz në kohët e mramjes, ata që nuk janë antar të klubit, po vetëm njerëz që dojnë mu dëfry, e lojmë pjesën e parë të ditës, pra deri në ora 8 për fëmijë dhe për këto kurse tjera. Pjesa e dytë, pra mramja, është dedikuar vetëm për lojtarë që kanë qenë vetëm me pas një kohë të mirë. Deri në ora sapë është e hapur. Pardia kemi luajtur deri në ora 1, që është hera parë në historinë e tenisit Prishtinas. Domethënë keni edhe kohën e ndame kur punoni me fëmijë, kur punoni për të pritur me njerëz të klubit. Fillojmë në ora 9 mëngjes deri në ora 8 mramje. Mandej i thojmë fëmijëve ballmo, se milion ata vazhdojnë deri në ora 1. Po i kemi disa rregulla që fëmijët ta kenë atë limitin sa mundin me ushtru. Është 5 orë maksimumi. 4 është mesatarja, këtu fëmijët nuk dojnë me përfil ato, kanë të dëshirë me luajtë 8 ose 10 orë. A mundet çdo fëmijë për shembull me ardhmë me luajt këtu, a duhet me pas domethënë vetëm me pagu edhe me ardhmë me luajt, a duhet me pas. Ai mas pari do të priri, qenë entuziast. Pyetja e parë që na e bëjmë për fëmijën që vjen me luajtë tenis është a e don tenisin. Ka disa fëmijë që vinë thonë unë e pyes ata anash për prindve, a të pëlqen tenisi? Jo, se më ka shti prindi me zër. Ai nuk mundet me ardhë. Se aty është vetëm harxhim i kohës për neve, të hollave për prindin edhe nuk arrihet asgjë. Nëse don ai me insistu që me vazhdu fëmiu që mos t'i sillet rrugëve që është edhe një arsye, atëherë pse jo? Ndoshta zona agrone do të vim të shtrojmë. Muni kur keni dëshirë, mramje, ma mirë. Ose nëse doni mu rrezit, në ora 12 ditës. Ju pengu tjerë. Po, Unë nuk po ma merr mendja se herën e kalu me krahu 3 javë, nuk më ka pushu. ki pas disa goditje të forta, më ki kompleksuaj. Do kemi para se me fillu me lujt, po ju pengojmë pak. A është kjo e përditshmëri juaj kur vini me lujt çdo ditë, çdo natë tash tenis? Unë tash natën po vi, po përpara visha ditën derisa ka qenë pak ma fresht.
Ta që i bom dritat, i kemi bë kështu një orarë që fëmijët të luajnë paradite, na ma të vjetrit luajnë mramje për shkak të nxehtit, që unë i kreva punët e ditës edhe edhe pak luj. Edhe me kënd luni zakonisht? Po, me moshatarët e mi, po edhe ndonjëherë edhe me mandveçlit, se këta dveçlit po më shtin me lëviz. Është i mirë për shëndet tenisi. Po që unë nëse nuk luaj një ditë, unë nuk muj me një veten mirë në punë. Është sport fantastik, por shumica ende nuk e din shëfqinë e këtij sporti, kështu që mbetet për një të ardhme që të zhvillohet pak edhe mendja e njerëzve dhe dashuria ndaj këtij sporti. A keni filluar ju si i ri me ushtru këtë sport? Jo, unë kom luajtur përpara futboll, kam qenë junior i Prishtinës, edhe kom dashur futbollin shumë. Por kur filloi Beni, fillova edhe unë Shqipër Mahi, i kisha 40 vjetë edhe ka që 16 vjetë faktikisht po luaj tenis edhe jam aty diku një farë fare. I dëgjova më herët disa tenis që thanë nëse fillon një herë nuk mund ta lësh këtë sport. A është e vërtetë? Është si droga. Edhe nuk ka limit të viteve, për shembull mosha nuk luan rol, këtu vinë njerëzit 60-70 vjeçarë dhe luajnë, kështu që është një sport i cili të ngjall, t'jap jetë, t'jap energji për punë. Unë qëmë Gresa, jam nga Prishtina. Edhe që sa ushtron tenis? Po unë jam tash fillestare, kom fillu, ushtroj që një 2 muaj me thonë, po kom pa vetën që jam më mirë në tenis edhe do vazhdoj. A të pëlqen? Sigurisht më pëlqen shumë, pra atë kom zgjedhë se është një sport shumë i veçantë për mua. Edhe sa orë në ditë ushtron? Ushtroj zakonisht 3-4 orë në dite, vi 2 herë në dite, kaloj një kohë të mirë për shumë. Kush ka shty ty me ardhmë me ushtru këtë tenis, a ke pas ndaj idhull? Po e kom pas Serena Williams, gjithmonë ka pëlqyer të jem si ajo edhe shpresoj që një ditë do ta arrij të jam. Ka shty ty prind pak a shumë? Po pak a shumë kanë shty baba im që i cili është marrë me tenis, po ashtu edhe duke shikuar televizor më ka hyrë në shpirt ky sport edhe pra të du shumë. A më në marrë profesionalisht në të, a vetë për hobi? Jo, më kisha mendu vetëm për hobi, më pëlqen vetëm si atrakcion është si sport. Në cilën klasë je? Kam përfundu klasën e 8, tash jam në kolegj. Këtu kemi edhe një zotëri që është adhuruar si plak të tenist, apo jo? Po. Edhe që sa merrni, unë dëgjum që nuk keni marrë më herët me tenis, por gjatë kohës kur keni qenë në Gjermani para 9 vjetësh, keni filluar atje me ushtru, tash po e vazhdoni atë sport këtu. 4 vjet atje, edhe prej atje jemi kthyer këtu, s'kemi menduar se ka ndonjë klub, po këtu kishte shumë të ri, cilët me vëmendje për cilin tenisin edhe ushtrojnë në mënyrë më serioze. Treneri kryesor është Arben Islami, ky ka dhënë shumë kontributin e vet për katri. Edhe këtu ju marrë me lujt, më kanë pritë shumë mirë. Qysh e ditë ti që është ky klub i tenisit? Po vjet për herë parë, para një viti, gjatë një turniri, këtu televizioni Kosovës se ka dhënë në fund lajmeve emision se ekziston një klub edhe turniri ju marrë dhe këmë gjetë këtu edhe shumë mirë më kanë pranu Shasnia. Edhe këtu që një vjet i ndihmoj, i ushtroj ka pas kohë edhe une, kur nuk është të treneri. Edhe e keni pas vështirë ju, një moshë keni fillu relativisht vonë, do thonë. Keni fillu me u marrë me këtë sport. A keni pas vështirë me i mësu të gjitha rregullat o gjithë me mësu këtë sport ashtu siç duhet? Normalisht se tenisi qysh prej kohës 6 vjeçare fillon aty dikon mirë, po njeriu dëshira kur është edhe kur ka zakonisht kohë, atëherë mundet me arrit. Kështu që edhe në Gjermani disa turnire i kom fituar, e kom lujt edhe atje, edhe këtu e kom fitu si vjetë venin e dytë në turnirë parë, kurse në turnirin e dytë, edhe aty e kom fitu një kupë, e disa. Sa vjeçar keni fillu me ushtru tenis? Po aty 38 vjeçar dikon. Po, domethënë nuk është vonë për sport kur. Tash këtu jemi në njërin prej terreneve më të mira të tenisit që është Prishtinë, është në periferitë Prishtinës, në vendin e quajtur Bardhosh. Ka shumë interesim edhe këtu për të luajtur në gjitha sportet, në futboll, basketboll dhe në tenis pak më pak më duket. Edhe jemi me pronarët e këtyre fushave, me Vasfe dhe Nurie Selimin. A ka shumë të interesuar për me lujt për tenis? Sa është numri njerëzve që intereson për me lujt tenis? Po, në krahasim me futbollin, tenisi është pak diçka ma pak interesim, por gjithë një më tepër
është të interesuar dhe vinë në vizitojnë ma shpesh në këtë fundit. Vinë edhe këta që të hujt, me lujt. Kështu që edhe tenisi po merë gjithë po avansohet në drejtim edhe të interesuar ka bukur mirë. Zemri, kur jenë hapë të terene sportive? Muj me thonë që këto terene janë hapë me 16 qershor. Në fillimi nuk ka qenë komedica e mirë për tenis, po tani veç shifet që ka interesim shumë të madh. Posaçërisht atë hujt, muj me thonë, sigurisht tash janë informu edhe vinë, interesohen, bajnë termine, lujnë